Qeveria shqiptare ka shpërsuar masat për forcimin e kontrollit mbi territorin, mbrojtjen e hapësirave publike, zbatimin cilësor të lejeve të ndërtimit dhe ndëshkimin e ndërtuesve që i shkelin ato. Shumë raste shkeljesh raportohen nga vetë qytetarët në portalin e dedikuar me këtë qëllim, hapësira ime publike, ku deri tani rezultojnë 14.533 raste të denoncuara. Kryeministri Edi Rama siguroi se hapësira publike do të çlirohen të tëra pa ndalim dhe pa përjashtim. Rama ndonë në rrjetet sociale fotot e çmontimit të strukturave pa leje të pozicionuara në hapësirat publike. Lirimi i hapësirave publike nga ndërtimet e paligjshme vjen në të gjithë vendin, duke i paraprirë zbatimit të programit Rilindja Urbane 2.0, e konceptuar si një ndërhyrje sistematike në terren dhe jo një aksion i përkohshëm. Kjo nismë, e cila ka nisur nga zbatimi në muajin korrekt, po vjen me prioritet në gjithë territorin e vendit. Për goditjen e fenomenit të ndërtimeve pa leje, ku në kodin e ri penal parashikohen dënime akoma dhe më të ashpra. Një tjetër mekanizëm që do të jetë në funksion të subjekteve private, do të jetë rregulloria e re kombëtare, ku do të përcaktohen me ligj hapësirat që mund të shfrytëzojnë bizneset. Deri më sot në portalin Hapësira ime publike, ku qytetarët mund të denoncojnë shkeljet, janë raportuar 14.533 raste, nga të cilat janë zgjidhur 10.799 raste, ndërsa 3.734 rastet e tjera janë aktualisht në proces shqyrtimi.